Komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos e konsideron një hap përpara faktin që institucionet në Shqipëri po hetojnë raste korrupsioni në nivelet më të larta. Në një intervistë për Radion Deutsche Welle, ajo u ndal edhe te hetimi për zëvendës kryeministren Belinda Balluku, duke theksuar se rëndësi ka që këto raste zbulohen nga vetë strukturat vendase. Për mua ky është një hap përpara sepse këto raste janë zbuluar. Siç e përmenda më herët, kemi raste korrupsioni edhe brenda BE-s. Ato ndodhin kudo. E rëndësishme është të kemi institucione, vendet kandidate i kanë institucionet për të luftuar këto raste. Më pas do të jetë sistemi gjyqësor ose gjykata që do të zbulojnë nëse ligji është shkelur dhe nëse është shkelur, se çfarë do të ndodhë më pas. Komisionerja vuri theksin te puna e SPAK-ut, duke e përmendur disa çështje të fundit që sipas saj tregojnë se kjo strukturë është efektive. Kjo tregon se edhe ne kemi bërë një punë të mirë në procesin e pranimit. Lufta kundër korrupsionit është pjesë e kapitujve themelor, ndaj vendet kandidate duhet të ndërmarrin reforma të thella. Duke e folur për procesin e negociatave, komisionerja kujtoi se Shqipëria i ka hapur të gjithë grup kapitujt, por sipas saj puna më e vështirë sapo ka filluar. Duhet të negociojmë kapitull pas kapitulli dhe të përmbushen kriteret ndërmjetëse, tha ajo.